Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Përkushtimi besimtarëve për të bërë vepra të mira është i madh. Kjo për faktin se veprat e mira kanë rëndësi si në këtë botë, si në botën tjetër. Për tyre lidhet edhe shpëtimi ynë. Allahu i madhruar në Kur'an fammadh na tregon se veprat janë shkak që ne meritojmë xhennetin. Thot në Kur'an: "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Hyni në xhennet sipas veprave të mira që ju keni bërë. Krahas tyre besimtari, pra sa është i përkushtuar për të bërë vepra të mira, ai është po kështu i përkushtuar edhe për t'ju larguar mëkateve dhe gabimeve, të cilat edhe mund t'ja rrezikojnë hyrjen në xhennet. Janë mëkate të shumta, janë gabime të shumta, gjunahe të shumta, të cilat e rrezikojnë njeriu. Dietarët musliman her pas her kanë përmendur disa sosh prej tyre, të cilat dallojnë ndoshta edhe për nga rreziku dhe të cilat ne si besimtar duhet t'i kemi në konsiderat në mënyrë që të mos jemi viktim e tyre. Ne sot të nderuar të rishikues, para jush, do të sillim këshillat e një urtari, e një asketit të madh, e një dietari me nam, Fudajl ibn Iyadit, i cili ka thënë kësaj: kush ruhet prej 5 gjërave, ai është ruajtur nga e keqja e dynjas dhe ahiretit. E para, kush ruhet nga vetpëlqimi; e dyta, kush ruhet nga syefatësia; e treta, kush ruhet nga mendjemadhësia; e katërta, kush ruhet nga përbuzja dhe nënçmimi i njerëzve; dhe e pesta, kush ruhet nga epshi. Pra, janë këto 5 gjëra, 5 çështje që nëse ne ruhemi prej tyre, atëherë me lejen e Allahut ne do të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Se çfarë në të vërtetë fshihet në këto 5 këshilla, të cilat janë kuptimet dhe domethëniet e tyre, ne do të mësojmë në vazhdim, por më parë e shohim të rrugës që, siç e kemi bërë tashmë edhe tradit, ta bëjmë një përmbledhje biografike të këtij burri të madh, të këtij dietari me famë botërore, Fudajl ibn Iyadit, Allahu e mëshirof. Fudajl ibn Iyadi ka lindur në vitin 107 sipas hijretit në Samarkand, sot një vend në Uzbekistan. Fillimi i tij nuk ishte për t'u lavduar. Në fillimet e tij, në rininë e tij, Fudajli ishte jo i njohur për fetari, për sjellje të mira. Ai, siç përmendet, kishte rënë në dashuri me një vajzë dhe një natë, teksa kishte ngjitur murin që ta takonte atë vajzë, kishte dëgjuar dikë duke lexuar ajetin kuranor: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah." A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre të përulen me këshillat e Allahut? Pra, kur e dëgjoi këtë ajet, Fudajli nuk arriti ta përmbante veten. E përjetoi si asnjëherë më parë. E përjetoi si asnjëherë më parë, prandaj edhe tha me zemrën e tij, para se thot me gjuhën e tij: "Po Zoti, ka ardhur koha që unë të kthehem tek ti, unë të pendohem tek ti." Dhe pikërisht ky ajet, ky moment shënon fillimin e rikthimit të Fudajlit në rrugën e Allahut. Një rikthim i sinqert, një rikthim i cili do ta bëj Fudajlin një prej atyre modeleve, prej atyre figurave, prej atyre shembujve mbase të rrallë në historitë të Islamit dhe jo vetëm, në histori edhe të njerëzimit. Fudajli do ta lëshon vendin e tij dhe do të zhvendoset përjetësisht në Mekë, ku do të qëndron deri në vdekjen e tij. Fudajli ka qenë prej atyre burrave që me sjelljet e tij, me edukatën e tij, me qëndrimet e tij prej një besimtari të vërtet,
ka rrëmbyer zemrat e miliona e 10 miliona besimtarve anë kënd botës. Harun Rashidi, një sunimtar i cili është dalluar po kështu edhe për dijen e madhe që ka pasur, ka thënë se nuk kam parë njeri që ka pas prestigj, autoritet më të madh se sa Imam Maliku, dhe nuk kam parë njeri që ka qenë më i devotshëm, më i ruajtur, më i mbrojtur se sa Fudail ibn Iyadi. Fudaili ishte prej atyre besimtarëve që kur ishte në pyetje feja e Zotit, ai nuk i bënte lajka askujt. Ai e thoshte të vërtetën, këshillonte për hir të Allahut, prandaj këshillat e tij, edhe nëse rastiste që të ishin të ashpra ose të kishin një dozë më të madhe të kritikës, pranoheshin me gjithë zemër. Kur Harun Rashidi kishte ardhur në Mekë, kishte takuar dietar të ndryshëm dhe përveç tjerash kishte kërkuar që të takohej edhe me Fudailin. Njëherë Fudaili kishte hezituar që të shkonte. Kishte menduar se ndoshta është më mirë që të qëndronte më larg. Por kur u përsërit kërkesa, dikush prej të afërmve i tha që ndoshta është më mirë që të shkosh sepse mbase Haruni po kërkon ndonjë këshill prej teje. Dhe kështu edhe ndodhi. Fudaili shkoi dhe Haruni kërkoi një këshill prej tij. Fudaili me pak fjalë i dha një këshillë e cila e preku thellë në zemër Harunin. Tha, o prisi besimtarve, i shikon këta njerëz, këtë turmë të madhe të njerëzve, për secilin prej tyre veç e veç do t'japësh llogari për Allah të madhruar. Pra, ti e ke marrë këtë pozitë, ti e ke këtë pushtet, e ke këtë pasuri, i ke këto privilegje, por mos harro se krahas tyre e ke edhe përgjegjësinë për Allahut, për secilin besimtar veç e veç. Prandaj kjo këshill e kishte prekur thellë në zemër Harunin, i cili kishte qarë aq shumë sa që kishin kërkuar suite e tij që Fudailit të largoj për shkak se kishin frikë shëndetin e Harunit, pra nga ndikimi i madh prej kësaj këshille. Fudaili, siç është vlerësuar nga dietarët me nam, për shembull nga Imam Dhahabiu, ka qenë dietar, ka qenë model, ka qenë Sheikhul Islam. Pra, ato epitetet më të larta që mund të jepen dikujt për dijen dhe për fetarinë e tij, i ka marrë Fudaili. Sufjan bin Uyeyne, që e ka njohur, ka thënë se Fudaili ka qenë një njeri i besueshëm. Ndërsa dikush që e ka njohur edhe më afër, edhe ndoshta më mirë se të tjerët, Abdullah bin Mubareku, ka thënë fjalë që Fudailin e ngritin në qiell. Ka thënë, për mua nuk ka njeri mbi faqen e dheut që sot është më i mirë se sa Fudail bin Iyadi. Pra, ky është një vlerësim prej një dietarit të madh, prej dikujt që nuk i bën lajka, prej dikujt që e thot të vërtetën për hir të Zotit, prej dikujt që e ka njohur Fudailin më mirë se sa të tjerët. Ai, duke folur po kështu për Fudailin, ka thënë se Fudaili u tregua i sinqert me Allahun te bareke ve taala. Pra, ai Fudaili që dikur ka qenë dhe që u shkput prej mëkateve, nuk është më. Ai u pendua dhe ju kthye sinqerisht Allahut xhallahu ala. Dhe për këtë arsye, për këtë sinqeritet, Allahu bëri që urtësia të rrjedh nga gjuha e tij. Pra, Fudaili është një njeri që dijen cilën e ka pasur, urtësinë cilën e ka përcjell tek tjerët, është si produkt, si rezultat i sinqeritetit dhe korrektësisë së tij me Allahun te bareke ve teala. Madje Fudaili është konsideruar për atyre njerëzve që kanë përfituar nga dija, jo në kuptimin material, por në kuptimin e mishërimit me vlerat e dijes. Atë që e ka ditur, mësimet kuranore, mësimet profetike, cilat Fudaili ka ditur,
ka jetuar me to, ka bashkjetuar me to, i ka vënë në praktik, prandaj edhe konsiderohet si model, si shembull i cili fjalën dhe veprën i ka të ngjashme. Fudaili ka vdekur në Mekë në vitin 187 sipas hijretit. Pra ka jetuar plot 80 vite. Tani, të nderuar teleshikues, më lejoni që të prezantoj para jush këshillat e Fudailit, që siç tham janë të një rëndësie të veçantë për shkak se janë përmendur disa prej atyre gjërave që vërtet kanë potencial shkatërues sa i përket besimit, sa i përket vlerave. Prandaj ne duhet jemi vigjilent dhe suqel ka shityre, sepse ku ta dim ndoshta mund të prekemi në një ose formë tjetër prej tyre dhe pastaj të humbasim tek Allahu i madhruar. Këshilla e parë e Fudailit që nëse duam të shpëtojmë në këtë dhe botën tjetër, duhet të shmangim ujbin ose vetpëlqimi. Vetpëlqimi, sipas shpjegimeve që kanë dhënë dietarët, më saktë sipas shpjegimit që ka përmendur Imam Gazaliu, e bën njeriu që t'i harroj mirësitë e Allahut xhalla wala. E bën njeriu që Allahu të mos ja përshkruaj, të mos ja atribuoj mirësitë cilat ja ka dhënë. Gjurgjani, një dietar tjetër, ka thënë se vetpëlqimi nënkupton atë imagjinatën që njeriu e krijon në mendjen e tij, në shpirtin e tij, se kinse ai meriton një pozitë, një grad, një shkallë, cilën në të vërtetë nuk e meriton. Pra, është mbi vlerësim, te i vlerësim i vetvetes. Ahmed bin Yahya al-Murtada ka thënë, vetpëlqimi është ajo kënaqësia kur ti arrin diçka të caktuar. E pastaj e përdor atë për të qenë arrogant ndaj tjerëve që nuk e kanë një gjë të tillë. Pra, në thelb, në esencë, është mbi vlerësim i vetvetes dhe është përbuzje e të tjerë. Dietarët musliman janë marrë edhe me shkaqet që qëndrojnë prapa këtij tiparit të urryer shpirtëror. Kam përmendur se në radhë të parë kemi të bëjmë me mungesë të njohurive të mirëfillta fetare, mungesë të një raporti korrekt me Allahun te bareke ve teala, mungesë të bindjes në Allahun te bareke ve teala, për shkak se ky njeri që po e sheh veten të ktill, pra që po mendon se ka arritur këto mirësi, këto grada, këto vlera, ky njeri nuk po e sheh Allahun si dhurues, ndërsa Allahu na ka mësuar në Kur'an që nuk ka të mirë që ju e dispononi e që nuk është prej Allahut. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, për secilën mirësi ju i detyroheni Allahut të madhruar. Po kështu, si shkak tjetër është mosnjohja e natyrës njerëzore. Secili njeri, kushdo qoftë ai, qoftë edhe më i fuqishmi në këtë planet, prapë është krijese dobët dhe nevoja e tij për Allahun është e patjetërsueshme. Pra, vetë natyra njerëzore dëshmon se ne kemi nevojë për Allahun dhe se asgjë pa vullnetin e tij, pa ndihmën e tij nuk mund ta bëjmë. Prandaj duke ikur nga vetvetja, nga njohja e vetvetes, njeriu krijon këso perceptime të gabuara që e bëjnë që ta rrezikojë edhe raportin me Allahun e madhëruar. Po kështu, problem tjetër është që nuk njihet edhe realiteti i kësaj bote. Sikur mendon se bota është e përjetshme, sikur mendon se bota është e përhershme, sikur mendon se kjo botë nuk do të ketë fare fond, prandaj lidhet për saj sikur ai nuk do të vdes kurrë, sikur të mirat që i ka arritur nuk do të mbarojnë kurrë, prandaj krijon gjykime të tilla të gabuara që vërtet kanë pasoja të jetë mëdha.
Allahu i madhruar në Kur'anin famall dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithe e kanë trajtuar këtë çështje që besimtarët e jenë të vëmendshëm në mënyrë që të mos rrezikohen prej saj. Për shembull, Allahu në Kur'an në kapitullin Tauba ajetin 25 ka thënë kësajm: "Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum." Allahu ju ka ndihmuar juve në vende të ndryshme. Ju ka ndihmuar edhe në betejën e Hunenit, kur jo u mashtruat me numrin tuaj të madh, pra me potencialin ushtarak, me artillerinë ushtarake, me ushtarët, me përgatitjet që i kishin bërë për betejë, "Falam tughni ankum shay'a", por këto nuk ju bën juve punë as pak. Pra, nëse ju mendoni se forca juaj mbështetet vetëm tek aspektet materiale dhe se nuk keni nevojë për Allahun, atëherë dijeni se keni gabuar. Nëse ju mashtroheni me pasurinë që posedoni, me luksin, me të mirat me pushtetin, me pozitën që ju keni arritur, dijeni se keni gabuar. Allahu ka përmendur në kapitullin Kehf rastin e dy burrave, ajetet 32-42, njëri që kishte një kopsht dhe që kishte pasuri dhe që nuk e shehte Allahun si dhurues, madje mendonte se pasuria e tij nuk do të kishte fund kurrë, dhe tjetri që e këshillonte se kjo qasje është e gabuar, ky mendim është i gabuar, kështu nuk duhet veproj një besimtar. Ky njeriu mashtrua me pasurinë e tij, e pastaj nuk shkoi gjatë dhe pasuria e tij mori fund. Ky njeriu pendua dhe ndjeu keqardhje për atë që kishte bërë, por ishte tejet vonë. Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij ujbin ose vetpëlqimin e ka përshkruar si një prej atyre gjërave që janë shkatëruar. Duke folur për këto gjëra ka thënë: "Wa i'jabul mar'i bi nafsi", një prej gjërave shkatëruese është kur njeriu i hyn vetvetja në qef. Pra kur e pëlqen vetveten, preket prej këtij fenomeni të rrallë shpirtëror i cili mbas edhe mund t'ia shkatërrojë besimin në tërësi. Njëri prej brezave të parë, Abdullah bin Mutarrif esh-Shikhir, e ka thënë një fjalë që konsideroj se ne duhet ta kemi në konsiderat shumë dhe që e bën një dallim të qartë ndërmjet rrezikut që ky fenomen ka, qoftë edhe nëse ne bëjmë vepra fetare. Ka thënë: "Nëse unë do të kaloja natën në gjumë, tër natën në gjumë, e pastaj në mëngjes do të gdhija, do të zgjohesha duke qenë i penduar pse nuk jam zgjuar për të falur, për mua kjo është më e dashur se sa ta kaloj tër natën duke falur e në sabat më mushet mendja se askush nuk është sikur unë." Pra, nëse ke kaluar tër natën me adhurim dhe në fund ke fituar këtë përshtypje të gabuar për veten tënde, dije se ke gabuar dhe se madje ke bërë gabim shumë më të madh se sa dikush që mund të mos jetë zgjuar fare për ta falë namazin e natës. Me pak fjalë, kjo ishte dukuria e vetpëlqimit për të cilën Fudhajl ibn Iyadi na porosit që të largohemi prej saj. Ne po bëjmë një pushim të shkurtër këtu për të rikthyer sërish prapë me këshillat e Fudhajlit. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut për të vazhduar me këshillat e urtarit ton, asketit të madh Fudhajl ibn Iyadit. Në pjesën e parë ne folëm për një dukuri që është vërtet e rrezikshme për vetpëlqimin, ndërsa tani do të vazhdojmë me këshilla tjera të Fudhajlit që janë vërtet për të pasur në konsiderat. Fudhajli na porosit që nëse ne dëshirojmë që të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër, atëherë na duhet t'i kushtojmë rëndësi një
një dukurie shpirtërore, në fakt duhet kujdesemi për saj në mënyrë që të mos jemi viktimat të saj. Fjala është për rian, ose për suefacin, ose për shtirjen. Pra ku njeriu bën një vepër të mirë, vepër fetare, mirë po me të ka synime tjera, nuk e synon kënaqësinë Allah te bareke ve teala, por synon kënaqësinë e njerëzve. Ibn Kudame ka përmendur që riaja përmbledh tri çështje që paraqesin në të vërtetë bazat e këtij fenomenit të tmerrshëm shpirtëror. E para është dashuria për lëvdatat e njerëzve. E dyta është frika nga kritika e njerëzve. Dhe e treta, synimi për të përfituar materialisht. Sa i përket të parës, bazës së parë mbi të cilën ndërtohet riaja ose suefaqësia, ajo ka të bëjë me lëvdatat e njerëzve. Pra, dikush prej njerëzve mashtrohet që duke synuar famën, duke synuar prestigjin, duke synuar që emri i tij të përmendet, të bëj vepra të këtilla, të cilat në thelb duhet të jenë për Allahun, të cilat jashtë mund duken që janë grandioze, janë të mira, por që në thelb, në esencë, përderisa nuk janë për Allahun, janë të zbrazura. Për ta shpjeguar më qartë, e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në të cilin ai përmend 3 veta prej atyre të parëve që do të gjykohen në ditën e llogarisë. Është pasaniku, është dietari, është dëshmori. Pasaniku ka dhënë para, ka ndihmuar të tjerët dhe do ta ketë fundin në xhehenem për faktin se nuk e ka bërë për Zotin. E ka bërë që thuhet se filani është bujar. Dietari ka bërë vepra të mira, ka mësuar të tjerët, ka lënë vepra pas vete, por nuk i ka lënë për Zotin. I ka lënë që thuhet se filani ka qenë dietar. I tretë është dëshmori i cili në sy tanë mund duket hero, mund duket njeri me sakrifica të mëdha, por i cili do ta ketë fundin në zjarr, për faktin se nuk ka vdekur për qëllime të pastra, ka vdekur për famë, ka vdekur për lapidar, ka vdekur për qëllime të kësaj natyre që nuk përkojnë, nuk i takojnë një besimtarit të vërtet të ketë qëllime të këtilla. Prandaj suefaqësia është rrezik të jetë i madh, është prej këtyre smundjeve shpirtërore që mund të ketë një efekt zhbërës të besimit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka quajtur se shirk i vogël, idhujtari e vogël. Pra, simkat i cili ndoshta qysh në start nuk e nxjerr njeriu nga besimi, por që nëse vazhdohet me të, ai e ka të fuqinë tërheqëse drejt shirkut të madh që më pasaj njeriu të rrënohet besimin në përgjithësi. Dietarët musliman kanë përmendur se përderisa ky është rreziku, atëherë ne duhet që të hulumtojmë për mënyra se si ta shërojmë vetëm prej këtij rreziku të jetë madh. Kam përmendur në radhë të parë që ne secilën vepër të cilën e bëjmë, duhet ta bëjmë duke qenë të bindur se jemi direkt në vëzhgimin e Allahut të madhruar. Pra, Allahu është ndjeni për atë që ne bëjmë, Allahu di për secilën vepër që ne bëjmë, Allahu është i njoftuar për secilën vepër që ne bëjmë, prandaj nëse ne kemi synime të këtilla, pra jo për Zotin, por për të fituar fame, për të fituar pozite, për të bërë njohur në mesin e njerëzve, për të folur njerëzit për ne, pra nëse ne kemi këto njëtë në zemrën tonë, që tjerët nuk i shohin, ta dim se isha Allahu te bareke ve teala. Prandaj edhe duhet që ta kemi në hatër këtë, nga se vërtet
duke pas parasysh që Allahu na sheh, atëherë ne shpëtojmë prej këtij rrezikut të jetë të madh. E dyta është që ne ta lutim Allahun e madhruar që Allahu të na ndihmojë në punët tona. Jo rastësisht feja, siç është përshkruar prej shumë dietarëve, Ibn Kaimit dhe të tjerëve, ka dy si thuash ndarje në vija të trasha, mund përmbledhet në dy gjëra kryesore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ne ty Zot të adhurojmë dhe jemi të varur prej teje. Pra, duke kuptuar fenë drejt dhe duke kuptuar se ne kemi nevojë për Allahun dhe se nuk mund bëjmë asgjë pa ndihmën e tij, pa vullnetin e tij, atëherë ne arrijmë që pra këtë fenomen, këtë dukuri shpirtërore ta largojmë. Ta lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu të na ndihmojë dhe të njihemi me pasojat. Ne veç përmendëm më parë hadithin që ka 3 njerëz që kanë bërë dietari, pasaniku dhe dëshmori. Ka njerëz kanë ofruar vepra teje të mëdha, kanë bërë mund të madh. Mirë po që në fund mundi i tyre ka shkuar hoq për faktin se nuk e kanë synuar Allahun e madhruar. Prandaj nuk ja vlen që të bësh vepra të këtilla, të paguash kaq shumë për këto vepra, të paguash madje edhe me jetë si në rastin e dëshmorit dhe në fund çdo gjë të zhbëhet, të shkatërrohet për faktin se ti nuk e ke synuar Allahun e madhruar. Mirë po, ndërsa jemi tek kjo çështje, konsideroj që ka një detaj cilin ne duhet ta kemi parasysh. Ajo që kërkohet prej nesh është që ne ta njohim fenë më thellë, në mënyrë që të mos lëm hapësira ku dyshimet ose keqkuptimet ose mungesa e njohjes së koncepteve të drejta të na bëjë që ne pastaj të largohemi nga të mirat të mëdha. Ne duhet të ruhemi nga syfatësia, nga riaja. Por kjo nuk nënkupton që ne duke u ruajtur të marrim qëndrime ekstreme dhe pastaj të braktisim veprat. Dikush prej të parëve ka thënë, nëse njeriu nga frika e rias do të braktiste veprën, atëherë ai do t'i braktiste 2 gjëra në të vërtetë, sinqeritetin dhe vetë veprën. Pra, nëse merr këtë qëndrim të skajshëm, këtë qëndrim ekstrem, atëherë do të dëmtohesh shumë për faktin se ti do të largohesh edhe nga vepra, por edhe nga sinqeriteti. Prandaj Fudaili, Allah e mëshiroft, në një prej thënieve të tij, thënieve tjera, ka thënë që në të vërtetë riaja nënkupton që ta braktisësh veprën për shkak të njerëzve. Ndërsa të bësh vepra për hir të njerëzve është shirk. Do të vazhdojmë me këshillën tjetër të Fudailit që ka të bëjë me ruajtjen nga mendjemadhësia. Mendjemadhësia, sikur edhe këto mëkate që ne i përmendëm, janë mëkate të zemrës dhe janë teje të rrezikshme. Në mësimet profetike ne gjejmë një përkufizim të shkurtër dhe shumë përmbledhës e domethënies të mendjemadhësisë. Kur është pyetur Muhamedi alayhis salatu wassalam se çfarë është mendjemadhësia, ai ka thënë që mendjemadhësia është ta mohosh të vërtetën dhe ti përbuzësh njerëzit. Pra, i tër koncepti për mendjemadhësinë përmblidhet në këto 2 gjëra, që ta mohosh të vërtetën, të mos i bindesh asaj, të veprosh në kundërshtim me të dhe që në anën tjetër ti nënçmosh, përbozësh, fyesh njerëzit. Siç e dini, mendjemadhësia është një prej atyre rreziqeve teje të mëdha. Prania e tij qoftë edhe në sasit më të vogla të mundshme, pengon njeriu nga hyrja në xhenet. Muhamedi alayhis salatu wassalam
kush ka në zemrën e tij besim të mirëfill, qoftë edhe sa fara e sinapit, pra një grindës e vogël, do të hyjë në xhennet. Ndërsa kush ka në zemrën e tij mendjemadhësi, qoftë edhe sa fara e sinapit, ai nuk do të hyjë në xhennet. Pra, një sasi absolutisht minimale dhe tejet e vogël ka këtë fuqi që njeriu ta pengoj nga hyrja në xhennet. Prandaj besimtari duhet të jetë i vëmendshëm, nga se mendjemasia ka pasoja që vërtet shihet efekti tyre më vonë. Allahu te bareke ve teala ka përmendur në Kur'an: "Kedhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Allahu pllakos, volos zemrat e çdo mendjemadhi i cili është arrogant dhe zullumçar. Pra, kedhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kështu Allahu volos çdo zemër të arrogantit, është thënë që Allahu e pllakos zemrën e tij dhe sikur i bën një lloj perde të hekur që e vërteta pastaj nuk depërton në të. Prandaj i shehni njerëz të tillë që kanë guxim për të bërë mëkate, kanë guxim për të bërë gjunahe, cilat një besimtar të mirëfillt e çmendin. Vetëm i përmend e çmendin se lëre me i bërë ato mëkate. Dhe kjo është pasoja e mëkateve. Mendjemasia është rruga e gabuar për tek vlerat. Neve në Kur'an dhe në hadithe feja na mëson që ka një rrugë tjetër se si mund të arrish tek vlerat, tek virtytet dhe jo nëpërmjet mendjemasisë. Është kjo devotshmëria. Inna akramakum indallahi atqakum, vërtet njeriu më i devotshëm, njeriu më i nderuar, tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Pra, nëse ne duam që të lartësohemi, që të ngritemi, atëherë ngritja bëhet me vlerat të vërteta, bëhet me devotshmëri dhe jo me mendjemasi. Për këtë arsye, çdo kush që shfaq mendjemasi, ai do ta pengojë veten e tij nga hyrja në xhennet. Veç mas ata që shfaqin mendjemasi ndaj Allahut, duke mos ju bindur atij, duke mos ju nënshtruar atij, duke mos e adhuruar atë, Allahu ka thënë: "Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ata që shfaqin mendjemasi ndaj adhurimit tim, ndaj nënshtrimit tim, do të hyjnë në xhennet të përbuzur dhe të nënçmuar. Pra, ky është fundi i atyre që nuk e adhurojnë Allahun, përkundrazi shfaqin mendjemasi, arrogancë dhe kundërshtim ndaj tij, nga se nderuar vëllezër, siç e dini, mendjemasia është tipari i djallit. Allahu në Kur'an na tregon që kur urdhëroi Iblisin që t'i bënte sejdë Ademit, Iblisi refuzoi duke u thirrur në mendjemasi. Aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Ai refuzoi dhe shfaqi mendjemasi dhe ishte prej mohuesve. Pra, ata që shfaqen mendjemdhënj, ata janë të prekur nga ky ves, ky tipar, kjo cilësi e djallit mallkuar. Si mund ta shërojmë veten nga mendjemasia? Mendjemasia është bindje e cila reflekton. Pra, është bindje në zemër që pastaj shfaqet në vepra. Ai që është mendjemadh i nënçmon të tjerët, siç e përmendëm edhe në përkufizimin profetik për mendjemasin. Prandaj mënyra më e mirë për ta shkatruar është që ne në mënyrë praktike ta manifestojmë modestin. Pejgamberi alayhis salatu wassalam
ka thënë unha si që një rab, dhe ulem si që ulet një rab. Pra edhe pse ka qenë njeriu më i vlerësuar, absolutisht, njeriu më i mirë, njeriu që ka pasur dashurinë më të madhe të Allahut te bareke ve teala, ai prap është shfaqur modest. Dhe nëpërmjet kësaj, nëpërmjet qëndrimit siç ka ardhur edhe në ajetet kuranore, që ne të rrime ata që e përmendin Allahun, me ata që në kapitullin Kehf, me ata që e përmendin Allahun, që adhurojnë Allahun, nëpërmjet qëndrimit me këta njerëz, ne arrim që ta fitojmë përulësinë, ta fitojmë modestinë dhe të ikim e të shpëtojmë nga mendjemasia. Po kështu është thënë që nëse ne duam të shpëtojmë prej mendjemasisë, nuk bëjmë keq ta kujtojmë fillimin ton, si kemi ardhur në këtë botë, si jemi krijuar, dhe fundin ton, se si do të mbarojmë kur të kthehemi prap në tokë. Pra kemi filluar nga një pikë dhe pastaj përfundojmë pas kësaj jete plot avantura, plot ngritje, zbritje, plot gjunahe, mëkate, plot vepra të mira, plot pushtet, plot dhunë, pas tërë kësaj jete me këto avanturat e saj, ne mbarojmë në varr aty ku edhe dekompozohet trupi i njeriut. Prandaj, për çfarë mendjemasi? Pse ti jesh mendjemadh kur ky është realiteti yt? Këshilla tjetër e fudailet, Allah më shërof, ka të bëjë me ikjen nga përbuzja e njerëzve. Siç thamë, përbuzja, siç edhe ka shpjeguar Ibn Kathiri, është deg prej degëve të mendjemasisë. Është ndoshta ai manifestimi publik i mendjemasisë. Prandaj ne në Kur'anin famullar dhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam gjejmë kaq shumë këshilla të cilat na bëjnë thirrje që të largohemi nga përbuzja e njerëzve. Allahu ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum." O ju që keni besuar, let mos tallet, let mos i përqesh një grup tjetër, sepse këta të përqeshurit mund t'jenë më të mirë se sa përqeshës. Pra dikë që ndoshta nga jashtë mund ta nënvlerësosh, mund krijosh një përshtypje se ai është objekt për të tallur me të, ose nuk ka ndonjë vlerë, ose ai tek Allahu mund të jetë më i mirë se sa shumë të tjerë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam një ditë ka pyetur njerëzit, ka kaluar dikush pranë tij dhe kanë qenë në një mezhlis, çfarë mendoni për këtë njerëz? Kanë thënë ky është njeri i pasur, njeri me nam, njeri që nëse flet i dëgjohet fjala, njeri që thjesht i kanë dhënë një pozitë teje të madhe, ka heshtur. Pastaj ka kaluar një miskin, një besimtar i thjesht, një njeri i varfër që kur i ka pyetur për të, kanë thënë se ky njeri është i varfër, është i papozit, nuk ka praninë në shoqëri, prandaj askush nuk ia varr veshin, askush nuk e merr fjalën e tij, askush nuk e pranon për ndërmjetës, askush nuk e shet si dikushi që ia vlen të bësh diçka për të. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, ky është mendimi juaj. Ndryshe ky njeri i vetëm është më i mirë se sa ai i pari, edhe sikur e tërë bota të ishte sikur ai. Pra një njeri i vetëm që ju e keni nënvlerësuar tek Allahu te bareke ve teala është shumë më i mirë dhe më i vlerësuar se sa këta që ju po i vlerësoni sipas kritereve tuaja. Teksa jemi tek ky tipar i rrezikshëm, ndëruar, do doja të përmend diçka dietarët kanë vënë re duke u referuar një hadithit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe që e shpërfaq këtë mendjemadhsinë, por në një formë dinake, në një formë tjetër, jo të drejtë për drejtë. Muhamedi alayhis salatu wassalam, siç shndron në Sahihun e Muslimit, ka thënë: "Idha qala ar-rajul
heleke nas fa hua ahlakuhum. Nëse një njeri thot janë prish njerëzit, ky njeri është më i prishuri. Imam Neveviu ka thënë, kjo për faktin se ky njeri ka dalë në publik, ka dalë para të tjerëve dhe duke predikuar këtë prishje të njerëzve në thonjza, ai në fakt ka dashur që të flet për veten e tij se këta janë prishur ndërsa unë jam i vetmi që jam në rrugën e drejtë. Prandaj është një lloj vlerësimi në heshtje për vetveten, është promovim në heshtje për vetveten, është mendjemallësi e shprehur në një mënyrë tinzare dhe dinake. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që këta njerëz që po e shfaqin mendjemallësinë në këtë formë, po i përbuzin njerëzit në këtë formë, këta njerëz në të vërtet janë më të shkatëruarit, këta njerëz janë më të lajthiturit dhe më të devijuarit. Këshilla e fundit e Fudailit, Allahu mëshiroft, ka të bëjë me epshin. Epshin në kuptim të çdo gjëje e cila na shmang, na largon nga rruga e Allahut te bareke ve teala. Allahu ka thënë në Kur'an: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Njerëzve ju janë zbukuruar dashuria ndaj grave, djemve, pasurisë së grumbulluar nga ari argjendi, ndaj kuajve të stolisur, bagtis më falni e bujqësisë, këto janë kënaqësi të kësaj bote, por tek Allahu është e ardhmja më e mirë. Pra, njerëzit janë të prirë që të kenë një anim kashik këtyre gjërave që janë të këndshme, janë të dashura, anim ndaj grave, anim për të pasur djem më shumë, pra fuqi, siç është menduar që duke pasur një familje të gjerë, duke pasur meshkuj shumë, bësh i fortë, duke pasur pastaj pasuri tjera, këto gjëra janë ato që përmbledhen si histori e kësaj bote, se diçka që ka të bëjë me këtë botë që për një besimtar nuk duhet të jenë primare, nuk duhet të kenë prioritet për faktin se ajo që është për ne tek Allahu te bareke ve teala është shumë më e madhe dhe shumë më e mirë. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm kashik kësaj, nga se kjo mund të na rrezikojë. Është përmendur që rreziku i epsheve është i madh. Në Kur'an Allahu te bareke ve teala duke përmendur një grup njerëzve, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Pas atyre brezave të mirë erdhën breza që e lënë namazin dhe i pasuan epshet, pra ndjekja e epsheve, vrapimi pas tyre, animi ndaj tyre, është një prej atyre treguesve që njeriu mbas edhe mund të ketë lajthitur. Prandaj rreziku prej epsheve që kanë të bëjnë veçmas me anën shpirtërore, është te jeti madhë. Pra kur njeriu i jep diçkaje përparësi ndaj Allahu te bareke ve teala, kur nuk e ka Allahun në plan të parë, kur nuk e ka kënaqësinë e tij në plan të parë, është rrezik te jeti madhë. Ibn Taymije ka thënë që ky rrezik për faktin se shpirtëror është shumë më i madh se sa rreziku i epsheve që kanë të bëjnë për shembull me gratë ose me gjëra tjera, nga se një njeri mund të jetë i sprovuar me to. E pastaj Allahu te bareke ve teala e mëson dhe pendohet ose edhe bën vepra të mira që i shryejnë ato gabime dhe ato gjuna. Ndërsa nëse epshi i ka depërtuar në zemër, atëherë ai e ka të pamundur që të pendohet, nga se sheh veten si të panevojshëm për të penduar dhe rrjedhimisht edhe vazhdon në këtë mëkat i cili përfund e ka shkatërimin e tij. Ibn Kaimi epshin e ka parë si njërën prej 4 shtyllave
të moralit të keq. Ka thënë, morali keq ndërtohet mbi 4 shtylla. E para mbi ignorancën, e dyta mbi padrejtësinë, e treta mbi epshin dhe e katërta mbi zemrimin. Pra, kjo sjellje këtu i parë është i rrezikshëm nga se është bazë për të ndërtuar diçka të keqe. Dhe kushdo që e përvetëson këtë moral, ai në fakt ka vënë një bazë, ka ndërtuar një bazë mbi të cilën pastaj do të ndërtohet edhe morali i keq, që në kupton se lajthitja, devijimi, degenerimi i tij do të vazhdojnë. Për fond të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, nga ky këshill e bukur e Fudail ibn Iyadit, ne mësuam për largimin nga disa prej atyre tipareve të rrezikshme shpirtërore, të cilat mund të na humbasin në këtë dhe botën tjetër. Pra, ne largohemi nga vetpëlqimi, largohemi nga riaja, shtirja, syfatësia, largohemi nga mendjemallësia, largohemi nga përbuzja e njerëzve, largohemi nga epshi, sepse këto gjëra që të gjitha, edhe si tërsi, edhe si veç e veç, kanë fuqinë që na tërheqin drejt humnerës, drejt mëkatit dhe pastaj shkatërimi të jetë i pashmangshëm. Ne duke u larguar prej tyre fitojmë kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala dhe shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahun e lutim që Allah të na mbajë të udhëzuar në rrugën e drejtë deri në vdekjen tonë dhe deri në takimin e radhës, qofshin në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.